sajin Safa dhe Merva, thot kur shkon Safa dhe Merva, thot i kujtohet mizani. Çdo kur më lexojmë çuditën për këtë. Kur Safa dhe Merva më ka kujtuar mizani. Po them sinqerisht. Thot pse mizani? Se mizani ka dy anë, dhe është i madh, apo me një anë në ndërvepër pra. Po ti si është një anë apo. Atë kujtoj që kështu apo thonë që më të gjujt veprat herë një anë mizan, herë një anë mizan. Cëllon ka më shumë mizanin peshor ditën e gjykimit apo. Don Safa dhe Merva si peshor ditën e gjykimit apo. E ti mesoj nuk din çka ka me ty apo. Ti mes dy anët peshorës nuk e din s'la ka më anu apo. Andaj Safa dhe Merva e simbolizon si dy anë të peshorës së ditës së gjykimit, ku njëra anë duhet më rëndu, është ana e djathtë apo më rëndu, ana e majt marrë lehtë, ana e majt marrë lehtë apo. Andaj përjetime më ndërtet mahnice që japin përjetime të veçanta kur njëri shkon në haxh apo. Do gjithashtu edhe këtë lëvizje pej kësaj i kujtohet atë lëvizje të gjykimit. Po pse pivorit kanë më shku tek mahsheri, tek vendrregullimi, pi aty te llogaritja, pi aty te peshora, pi aty kimë lëviz apo kë lëvizje është në Safa Merva ta kujton atë lëvizje në ahiret që ka më kon vende të ndryshme, duke shpresuar se më ta ka mundsuar Allah me lëviz në Safa Merva, dashur Allah që me lëviz edhe dinë gjykimit që atje kanë me lëviz ata të Safas të Mervës, Ibrahimi e Muhamedi e Haxheri e të tjerë që është ti je në karavanën e tyre e ndjen atë përkatësinë e rëndësishme të rreshtimit pas tyre, të rreshtimit në mësimet edhe në ndjekjen e udhëzimeve të tyre. Thot gjithashtu për asaj shëtitjes thot i kujtohet edhe trokitja e vazhdueshme në dyert e mbretit, udhëheqës Allahu xhallahu ala apo a ke pasi njëri kur ka hall, çka bën? Nga pini vani. E thosh Allahu nuk kam hall apo. Po nga pini vani, pini portë, po trokas në derën e shpresës, në derën e frikës, në derën e dashurisë, çdo derë po trokas, cilën derë që ma çel Allah që më hitet ti e më msreu më mbrojt o Zoti jam apo. Shikoj kjo lëvizja është lëvizja e hallexhiut. Lëvizja një që ka gale, ka derë, ka brenga, sigurisht një hallexhin gan derëm der, kush pi aqil derën, kush pi nimon, kush pestran, kush pe mbron, apo. Edhe këtu në Safa Merva e paramendon atë hallexhiun që lëviz në vazhdimsi, në forma të shumta, trokat det, cila der ka mu qel mua, apo. E të kujtohet që kjo që ti hallexhi i madh, ki galet të madhe, ki brenga të mëdha, e kjo tek ai që në dorën ti është zgjidhja e problemeve edhe çelësat e portave që ti po trokat më u hap për ty apo. Prandaj shpeson që ndoshta çdo hap që ti ec me hallë që ke, ndoshta nuk din çfarë porte ka mund të qel. Ako mund të qel porta e falës në Safa, e porta e shpëlimit në Merva, apo çfarë do porte që nga porta mëdha që Allahu i ka hap e përmesuar me hi rob të Allahut te bareke o taala. Andaj duhet me varfni, duhet me hall, me usill, me breng që sikurse ai që vrapon me gjithë zgjidhjet e tij vrapon në Safa Merva, se që ashtu dhe ka ngajt Haxheria, ka pas hall. Ai halli ka po me vrapu me Safas të Mervës, brenga për fëmijën e saj, kërkesa për ta fik etjen e ka po me ngajt pas Safas të Mervës. Edhe ti s'ki etje në kuptim të ujit, po ki etje për falje, ki etje për dije, ki etje për udhëzim. Andaj nga në Safa Merva me shpresë se Allahu xhallahu ka me bëni burim për ty që kime ngop vetën tonë, kime fik etjen e ignorancës që e lip shpirti me ngop me dije, ose të dëshmërisë, ose të falës mëkateve, ose të përgdheljes pranimit tek Allahu xhallahu ala, fa kuptim madhore e tin Safa Merva. Njëri me qetoi ka pluar, andin lodhje, ose andin kokallabllak am shtytës, mund të kuptohet se i komplet dimension tjetër, i në botë tjetër, sigurisht se ka del nga ngushtimi i dunjos në gjersinë e dunjos edhe të